Dhe pa letër. Tani kemi derin të gjojmë. Jo, para se, unë kam derin të gjojë e Tjona Seranet. I Eduardo Vidje për në. Rres konceptit e mendimit të saj renditës botërore të logjikës dhe ideologjive dhe se çfarë mund të bëjmë ne, cili është kontributi jonë si qytetarë për një botë më të mirë. Jo, faktikisht është një temë pak shumë e gjerë dhe për ta shtjelluar do na deshë shumë kohë. Dita e logjikës normalisht dhe e mendimit, normalisht në gjëna parë që të vjen në mend është e drejta e çdo njeriu, janë lirit. Është një drejtë themelore që çdo njeri nga ne ka, është e jetuarit. E drejta e jetës është drejta e parë që ka çdo njeri dhe atë drejtë nuk ta heqë asnjë për asaj që ta ka dhënë. Vetëm ai ka atë drejtë të ta marrë. Ajo që ne mund të bëjmë është që ne duhet të ngrejmë zërin sa më shumë kundër çdo lloj padrejtësie, kundër çdo lloj dhune, si verbale dhe fizike, si çdo lloj mënyre keqtrajtimi, lënie masdore, çdo lloj ndrydhje ndjenjash, ndrydhje mendimesh, është e vetmja mënyrë që ne mund të japim zë çdo lloj padrejtësie që bëhet nëpër botë. Nëse ne nuk ndjehemi, atëherë atyre japim më shumë ushqim për të rritur. Nëse ne ngrejmë zërin, atëherë ne jemi një armë aq e fortë sa nuk ka as edhe një lloj force tjetër madhore përveç Zotit që mund të ulë atë zë.